Unë jam shumë i trishtuar brenda, kam qenë kështu edhe si lojtar, nuk dua të humbas. Pastaj është lojë futbolli, mund të ndodhë gjithçka, kemi bërë ndeshjen tonë. Të mbërish në një fushë të rëndësishme dhe të luash si i barabartë ndaj një ekipi të rëndësishëm si i tyre. Mua më ka dhënë kënaqësi në fushë, pastaj fitohet, humbet nuk është problem. E rëndësishme është të vish këtu dhe të luash i si barabartë me këtë skuadër, krenar për djemë. Futbolli është rezultat, jam i trishtuar brenda meje, por është jeta, është futbolli. Ne kemi bërë ndeshjen tonë, unë nuk vëbaste, nuk bëj, nuk duhet. Punohet bashkë 3 ditë, bëhet video, ndiqen lojtarët dhe bëhen gati. Jam i lumtur me lojtarët në fushë, shënuam, kishim mundësinë të bënim gol. Pas ndërrimeve, ndoshta 2 minuta më vonë kishim mundësi tjetër, ky është futbolli. Këta 2 lojatër që na shënuan, nëse kthehesh 4 vite më parë, në ndeshjen e fundit të Polonisë ndaj Suedisë, ishte e njëjta 4 vite më parë. Shije se kush kanë shënuar, kush janë, ku luajnë. Shënon Lewandowski e Zielinski, janë të mëdhenj. Ne si skuadër, si këmbë, kemi luajtur si të barabartë me ta, çfarë mund të them? Krenar për të gjithë lojtarët kanë djersitur. Kemi bërë një pjesë të dytë shumë të mirë, të dytën më pak, por kishim mundësinë të mbyllnin ndeshjen, është lojë, është futbolli. Pse Pilo? Sepse skuadra kundërshtare është shumë e fortë. Është një skuadër që luan lehtësisht në Europian e botëror, ishin 60.000 njerëz, janë gati, e kanë detyrim. Kemi ardhur këtu. Bëhet ndeshje e barabartë, u fituan ndeshja e parë, jam i kënaqur për skuadrën e lojtarët. 3 vite më parë, askush nuk mund të thoshte që kjo skuadër mund të shkonte në Europian e play-off të botërorit. Unë jam krenar për të gjithë, është një rrugëtim që duhet ndjekur, nuk është e thjeshtë, kemi punuar shumë, është rrugëtim dhe duhet durim. E ardhmja? Unë vetëm mendoj ndeshjen e radhës, jam i trishtuar, e kam thënë, se jam kështu unë. Duhet të pres, flej, mendoj për ndeshjen tjetër. Duhet të shkojmë në Valencia, kemi ndeshje të rëndësishme dhe pastaj të shohim. Unë vetëm mendoj për ndeshjen. Pastaj pas korrikut të shohim. Unë mendoj të shkoj në Valencia e të luaj me Ukrainën të mbyll këtë moment. Pastaj të kthehem se kam kontratë deri në korrik e pastaj të shohim. Nuk kam asnjë mundësi të shoh për asnjë gjë tjetër. Do të shohim deri ditën e fundit e pastaj të shohim. A luajnë ata më në formë? Çfarë do të thotë në formë, luan më i miri që mendoj unë. Ne shkuam në Europian me lojtarë që ishin jashtë skuadrës me klubet. Nuk jemi Brazili në aspektin që duhet të bëjmë këto hapa. Ky është një hap i trisht, por është një hap, një proces. Për fat të keq nuk kemi mundësinë të shohim 3 për pozicion, kush është me më shumë minutash, kush luan me Realin, etje. Nuk jemi ne ata, luan më i miri nga ata që mendojmë ne, rezultatet janë një Europian dhe jemi këtu pranë një kualifikimi në botëror. Sipas meje kanë luajtur më të mirët që mendonim ne. Ky është realiteti jon, janë rezultatet. E përsërit që jam krenar për të gjithë lojtarët që vinë pa minuta dhe të bëjmë 90 minuta të barabartë ndaj Polonisë. Nuk mund të them asgjë, tha Silvinio për Supersport.